jam punëtor i pastrim gjelbërimit, prej 25 vitesh. Nuk e di kush institucion na sjell pengesa për antidotën. Kemi ka kaluar muaj janar dhe sot është data 3, nuk e kemi marrë antidotën. Na dha dhafin drejtoria e ndërmarrjes, do hidhet sot antidota. Dhe do presim edhe sot, në qoftë se nuk del edhe sot, sipas drejtorisë së ndërmarrjes, ne do përshkallëzojmë problemet edhe jo grese greva ka një afat, ka një kohor, po neve do pezulojmë punën. A ka qenë një problem që ju e keni gjetur zgjidhjen, jeni taku më përpara me këtë? Ka pat, në vashë. Neve kemi patur probleme të kësaj natyre, po janë zgjidhur. I kemi marrë ato lek. Nuk e mojnë, por nuk e di pse po mohet, se ka zëra sikur bashkia do të na heqë të drejtën e antidotës. Por dhe në kohë të Enver Hoxhës, sa punin edhe sheqerin nuk na kanë neshur. Emrin mbi emër zotëri? Unë qojmë, ja thash në fillim. Po, më falë, se dëgjoj, emrin